Për ta thënë, Eugina? Unë, në fakt, nuk do të thoja që është shumë herët, po lexoja Hugo, një nga gjërat që më bën akoma përshtypje që nga studente është që nuk ka gjë më të fortë dhe të fuqishme përkundrejt ushtrive dhe çdo gjëje tjetër, pajisjeve, se sa një ide që merr formë në kohën e duhur. Dhe unë këtu do doja të rria dhe të protesta. Është një ide e cila nuk është ngjizur politikisht, por po shkon drejt një produkti politik, do të thoja unë. Dhe nëse neve gjithmonë e atakojmë gjeneratën Z Erla, paktën ne brezi millennials, duket qartë që gjenerata Z të paktën ka vetëm një të mirë, që është kundër establishmentit, kundër çdo lloji autoriteti, forme autoriteti, dhe është gjithmonë për të thënë jo, për të mos u bindur. Pra po ngjizet një lëvizje anti-establishment. Po ngjizet, unë e shoh që po ngjizet një lëvizje e tillë, dhe ashtu sikurse edhe mentori dhe unë kisha pak dyshimet e mia, po për herë të parë ka marrë pjesë në një protestë qytetare në jetën time, dhe isha shumë e lumtur në fakt, bëra pjesë edhe të dy fëmijët. I morë dhe fëmijët me vete në protestë? Sepse kishte një kuriozitet edhe nga vetë shokët me njëri tjetrin, dhe rrugës në protestë po kuptoja në mënyrë shumë instiktive që djali im bën pothuajse 13 vjeç dhe kemi të njëjtën qeverisje prej 13 viteve dhe ai s'ka parë gjë tjetër në jetën e tij. Gjë që është për t'u alarmuar, do thoja unë, për atë çka është vetë koncepti i demokracisë. Pra përpiqesha rrugës t'i shpjegoja demokracinë dhe ndërkohë më thoshte po kush janë të tjerë. Ama demokracia do thoshte dikush nga qeveria, po ta kishim, kjo është pra, pushteti ndrohet me votë. Po, varet se sa e lirë është vota dhe aftësia apo liria e qytetarëve që atë 20 sekondëshin ta ushtroj ashtu siç duhet, i lirë pa presione politike, ekonomike, apo ajo buka e gojës që është bërë kështu si shprehje tashmë rëndom që mos na heqin rrogën, bukën e gojës, pra ai 20 minuçi ashtu siç kemi 20 sekondshi, ashtu siç kemi shtatzani të padëshiruara, kemi dhe qeverisje të padëshiruara, do thoja unë. E bukur kjo. Megjithëse atje te kutia votimit s'të shef njëri. Po frika është shumë e madhe. Ka një mekanizëm shumë të egër. Do doja edhe unë të